Aktualisht është duke u zhvillu një analizë e thelluar e mbi 20 produkte ushqimore. Në kuadër të kësaj përpos bukës, kemi fillu me monitorimin e tregut. Pas përfundimit të analizës dhe grumbullimit të këtyre informatave si në sektorin e gastronomisë, si në sektorin e bukës, po edhe në sektor tjerë që nuk do t'jenë të përjashtuar, nëse identifikohen shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, atëherë autoriteti do të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore. Autoriteti mbetet i përkushtuar për me mbrojt konkurrencën, konsumatorin edhe funksionimin e drejtë të tregut. Për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët e Republikës Kosovës dhe raportimeve të shumta nëpër media, autoriteti ka intensifikuar aktivitetet e tij për monitorimin e tregjeve ku ka shqetësime. Aktualisht është duke u zhvillu një analizë e thelluar e mbi 20 produkte ushqimore, domethënë produkte bazë ushqimore, për të analizuar edhe arsyet e ngritjes së çmimit të tyre. Gjithashtu, në kuadër të shqetësimeve që i kemi pranuar, ka filluar edhe monitorimi i tregut të bukës. Domethënë, autoriteti është në proces të mbledhjes së informatave për të vlerësuar nëse rritjet e çmimit të produkteve, domethënë në këtë rast të bukës, në këtë sektor janë të arsyetuara apo në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Në kuadër të kësaj përpos bukës, kemi fillu me monitorimin e tregut, domethënë është një monitorim edhe në sektorin, domethënë në produktin e kafës. Edhe te kafja e kemi pas një shqetësim, domethënë sektorin e gastronomisë, me theks veçantë në rritjen e çmimit të kafës është në vëzhgim pe autoritetit. Inspektorët e autoritetit çdo ditë tani më janë në terren edhe janë duke zhvillu në qytete të ndryshme intervista edhe janë duke mbledh dhëna prej ndërmarrjeve për arsyet e ngritjes së këtyre çmimeve. Pas përfundimit të analizës dhe grumbullimit të këtyre informatave si në sektorin e gastronomisë, si në sektorin e bukës, po edhe në sektor tjerë që nuk do t'jenë të përjashtuar, nëse identifikohen shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, atëherë autoriteti do të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me kompetencat që ne i kemi. Domethënë, autoriteti nuk ka mandat për mi përcaktu çmimet ose për mi ul çmimet e ndërmarrjeve, por ne ndërhyjmë kur çmimet përcaktohen në mënyrë të bashkërënduar ose artificiale nga ndërmarrjet konkurrente në kundërshtim me nenin 5 ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Domethënë, në këtë rast janë dy nene të ligjit tonë që neve na involvojnë me reagu kur kemi dyshime për fiksim ose ndonjë shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Është neni 5 i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës që janë marrëveshjet e ndalume. Marrëveshjet ndalume është njëra nga format kur ndërmarrjet shkelin ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, duke u dakordu me konkurrentët për me i fiksu çmimet, mi nda tregjet ose forma të ndryshme të marrëveshjeve ndalume. Neni nën është keqpërdorimi i pozitës dominuese, kur një kompani me pozitë dominuese mbi 40%, domethënë e keqpërdor atë pozitë dominuese për me i dëmtu konkurrentët tjerë. Në këtë njëra prej formave të keqpërdorimit të pozitës dominuese është edhe kur një kompani, domethënë, shet me çmim nën kosto për me i dëmtu ose me i largu konkurrentët e tyre prej tregut. Si institucion ne i ndërmarrim veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me kompetencat që i kemi. Autoriteti mbetet i përkushtuar për me mbrojt konkurrencën, konsumatorin edhe funksionimin e drejtë të tregut.